Trego pak pastaj qysh vendose me nis edhe me ndaj jetën tënde në rrjetet sociale. Po besoj nuk është diçka shumë e thjeshtë të vishnisë dhe publikon për jetës tënde, sepse në një moment e din që nuk je më privat. Edhe e din që ndoshta nëse ju 100% pak të 80% për jetës për ditëshmërisë tënde duhesh me nda me publikun, gjë që ndonjëherë nuk është aq e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, ama ja kum nis me bërë rrjete sociale, se unë kum punoj me marketing. Dhe thonë, klientët e mija janë influencerat vogla që bëdojnë me arritë sa ma shumë, edhe që unë ka prek, se një klientë jam, unë ka thonë, pëse do të më besu ty, ku nuk je as vetë influencer. Edhe që më thonë, mu jam i natë ama më të mirë, edhe unë ka prek, më thonë, mirë ki, pëse unë me t'javë të këshqila, ku asë vetë nuk jam, edhe thash, oke, kom e provu strategjinë e mija, se 100% e di si funksionon. Mas 6 muje, e kom tregu çdo person, e kom bërë ma shumë se 54 milion views këtu në Kosovë. Nuk është për mu flex, e kom bërë 54 milion views. Jo, jem të tregu klientë e mija qërë, për 6 muje e kom bërë 54 milion views, strategjia jam e marketingin funksionon, e kom tregu qysh funksionon, nëse do me punu me mu, anë e tregoj qysh më nëshme arritë. Pra, ti ke nis me idenë që me ju tregu klientëve tu se çka mundesh me bote, edhe mandej po besoj t'u ka këthym për ditëshmëri. Tash po besoj për ditëshmërin tënde nuk mundesh me najt pa bo kontent, a? Tash edhe të bo, unë ka pëlqy shumë, nuk e di, unë ka pëlqy njerëzve, unë ka pëlqy që të funksionon sisteme edhe, më kanë për para dhe për mas kamerën, të dyat vend, unë ka pëlqy që çdo këtë edhe thash, okej, tash të unë ka bo si një rutinë për mu çdo ditë me bo kontenta, me bo një video kënejna, edhe kam qef me bo strategjia, kam qef me kuptu marketingin, kam qef me arrit sa ma shumë, edhe me mujt, tash okej, di keq të këshillet. Edhe në tash e kam një fuqni, me thonë njerëzve, okej, nëse po do me arrit dikon, ose për biznes, ose për rrite normal, ose për studime, one moj me tregu qysh mund është me post këtë disiplinë dhe mindsetin për me mujt me arrit dhere pikët ku dosh. Po, edhe ndoshta ke gjithë strategjin qysh me dhez pastaj, sepse i ke prek tek parët, ti ju ke tregu se qysh me bo pare, kështu që është një temë që se cilët ndoshta i intereson. Po, normal, edhe e kum kuptu sisteme dhe logjiket e shqiptarve, qysh funksionon me lifestyle, me kjera, me pare, po normal, ama nuk është personalitet e jam në fokusin pare, jam biznesman, dhe thonë, unë për çdo sana me bo pare, nuk është vetëm Dubai edhe se sana, unë e kuptoj sistemi qysh funksionon, edhe di me prek pikën e viralit, me thonë, një fjallë që o kanë shumë virale, mos haro se nisa ke mund qunë në 7 me shku me punu. Nuk është si provokema, ma si realist, po teknikisht nisa ke me shku në 7 me shku me punu, edhe në kum shku ku e kanë ma i ri në punë në 7, ama është qysh mund është me nëzirë pikën e viralit për më njëftu njerëz. Janë 4 pika shumë interesant nga rrjetet sociale, është autentik, viral, lifestyle edhe business. Nëse i kombinon qëto 4, mund është më kanë viral se janë këtë strategjia që e kumë devlopu. Cila është video e parë që ndështë atë është kliku mas shumëte? Që ti e ke di që okej, që ta është u bona viral edhe që ta është ja dola, paka shumë qasoj që e njisa? Bosa rase nësa kemë që më rranë 7 me shku me punu, kjo kanë e para, ta ne ke një tjetër me një kërë. A mo tash kjo t'ka bot famshme? Realisht nëse krejt flasin se kush është Elsone, e dim që është pikrish djali që na thotë mos haro që nëse kemi qunë 7 me shku punë. Ose linki në bio është një për tjetër strategji. Ti para me ndo, kur me idol dikujna që kjo video është shumë vonë, para se me flajt. Po, është shumë funny. Inshallah njerëz nuk e marrin me të keq, e kumë bo bashkë si viral, është content, nëse një dikush personalisht nuk jam ish arrogant, jam njëri shumë chill, kam qef me nejt me njerëz, foli me fonca, me njerëz normale, dhe dhe thonë është pike marketingit. E kuptoj që funksionon, e kumë të regu funksionon, edhe po është fjalla shumë e njofshëm, edhe ka tjera, për shumë linki në bio, ka funksionu shumë, një tjetër kumë bo me një kërë, kumë bo hajde hëp, janë plot dhe sene virale ma funny. Pra, ideja e të bonit marketing në rrjetet sociale është me gjetë ndoshta një fjallë ose një diçka që t'identifikon ty personalisht? Ka plot teknika për me kuptu kush je, për shembull, njerëz nuk mujnë më ta njoft emrin, ama mujnë më të njoft se ke bë diçka. Për shembull, Aisha ka bë këtë qështu, nuk e din emrin, ama ja din se ka bë qështu. Do të thonë kjo është signature. Ai ka qështu ka atë gestin e vet, unë kam linkin bio, mos harrosni nëse kemi çuar në 7. Kam plot tjera, dhe me thonë, e kumë kopju këtë sistem e njerëzve, se njerëzve mujnë me ditë kush që ti, pi një sen që ke bo, që kjo a i gjalli me kjerin keq, kjo është aje që i ka shako flok të kuqe, është plot arsye që mund njerëz më vonë, kjo është kjo, ose kjo është kjo.